Mirë dita, si ju kam, si më kaloni, data 24 sot, dhe jemi duke e lënë këtë muaj pas, apo jo. Mirë, po para se ta lëm, kemi goxha gjëra për të thënë, akoma, jemi në prag të një eklipsi tjetër, dielli kësaj here, të hënës e lam pas, më i rëndësishmi, me thënë drejtën, ai hënës që ndodhi, na uroj të na ketë ndihmuar të reflektojmë ashtu siç duhet në lidhje me jetën tonë, të ardhmen tonë, përditshmërinë tonë, rutinën, shëndetin e çfarëdo lloj gjë tjetër është jetike, realisht jetike. Tani, na pret një eklips dielli që ç'është e vërteta për sa i përket fenomenit vetë si fenomen, nuk është se ka tendenca negative vetë, sepse dhe aspektet që krijon, si me Plutonin, ashtu edhe me Jupiterin nuk mund të quhen aspekte të këqija, përkundrazi, jep një mundësi për rifreskim, jep një mundësi për të mbaruar dhe për të mbyllur etapa të cilat kanë mbaruar dhe aq ishte, u iku koha. Me këtë eklips dielli mbyllen periudha vështirësish nga 16 vite, varet si ka përjetuar secili, 16 është kufiri më i lartë, 16, 13, 10, ndoshta edhe 1, varet se si secili ndikohet, me thënë të drejtën, dhe nuk është për keq, është për mirë, sikurse po ju them, është në shenjën e dashi kryesohet nga Marsi është forca që na çon përpara, është lufta, është përpjekja, përveç të tjerave, është jeta vet, pra është energjia që na duhet për të vazhduar përpara, kështu që kam përshtypjen se nëse do të dim vërtet të pranojmë këtë energji, nëse do dim vërtet t'i lëm gjërat të ndodhin ashtu siç duhet të ndodhin, pra të mos e kundërshtojmë rrjedhën, por të ecim dhe ta lëm të na çojë atje ku ka për të na çuar, them se shumë prej nesh shpëtojnë nga trauma, shpëtojnë nga frikra, pasiguri dhe kanë mundësinë e hapjes së një cikli të ri të jetës së tyre. Pra, lëm pas dimrin, që ta kuptonin tamam, dhe vërtet mirëpresim pranverën. Problemi vetëm qëndron në faktin se kemi mbivendosje planetare në shenjën e peshqve. Dhe avash këto gjëra po përgatiten, afërdita kthehet përsëri në peshk retrograd, po çon si ka, aty nga data 27, në datën 30 kemi dhe Merkurin, mi po në datën 30 avash Neptuni bëhet gati të na lëri, të ikin nga peshqi të shkoj tek dashi. Saturni është përsëri aty, do me thënë, kemi një mishmash gjërash, me thënë të drejtën, të cilat reaktivizojnë atë eklipsin që tham të hënës në shenjën e peshqive dhe shenja, për shembull, si Virgjëresha, peshqit, binjakët dhe shiqetari duhet të bëjnë me të vërtet kujdes tash, nuk rreshtim si jetuari, normalisht ecim përpara, por mirë është të kemi dhe pak kujdes në çfarëdo lloj gjëje është e rëndësishme në jetët tona dhe nuk është momenti, duhet ta themi, nuk është momenti për të nisur vetvetiu dhe për të marrë vetvetiu iniciativa të reja, qoftë për biznes, për ekonomi dhe financa, as i bëhet fjalë, për punë, gjëra të tilla, bëjmë kujdes vërtet dhe i masim mirë hapat tona dhe shikojmë me shumë kujdes ato mundësi që na ofrojnë, sepse ka shumë keq informim, ka shumë keq orientim dhe po ekziston akoma mundësia e mashtrimit, e gënjeshtrës, e viktimizimit, që është e vërteta, peshk, ç'a prisni tjetër. Dhe ç'është më e forta, mund edhe të kuptojmë se po sakrifikohemi kot. Do ta kuptojmë se do të sakrifikohemi kot, por që fundja do dali, rezultati do jetë ky, gjuna. Iku kot. E kuptove, do me thënë, bëni kujdes me këtë pjesë. Për sa i përket nxitimit, tham, eklips dielli në dash, duam të mira aspektet, të këqija aspektet, bëjmë kujdes me këto gjëra, me nxitimin, me përqendrimin, mundohemi të jemi të kthjellta sa mund të jemi të kthjellët, nuk nxitojmë, bëjmë shumë kujdes me çfarëdo lloj gjë ka të bëjë me ajrin, me zjarin, me ujin, të treja këto së bashku. E shikoni se çfarë po ndodh, sot moti është çmendur në Vlorë, nuk e di se çfarë po ndodh në qytete të tjera, ascendenti Shqipërisë është Virgjëresh, kështu që nuk e di, të shohim. Por po, do me thënë, për sa i përket motit, që kemi ajrin, zjarin, ujin, të treja këto si element të ndërthurur së bashku. Me çfarëdo lloj gjë mund të sjellin me vete. Për sa i përket fronteve të luftës, që tjetër gjë po na thuhet, po tjetër gjë po del, shikoni Turqinë,
do ta shikojmë dhe më shumë akoma, pra çfarë do gjë ka të bëjë me shtete ku dashi është shenja e tyre. Kemi dhe Gjermani, kemi dhe Austrin, kemi dhe këto vendet andej. Kemi edhe Turqinë që Erdogani është peshqit, normale po ndodh gjithë kjo gjë që po ndodh. Kështu që sido që të jetë, mbani mend çfarë po ju them, ne mban botës kemi për të parë gjëra plot. Por dhe për sa i përket neve vetë si njerëz të thjesht, individ të thjesht, po jetët tona po marrin një tjetër lloj kthese. Nuk janë kthesa të bukura, por janë të detyrueshme në mënyrë që të arrijmë destinacionin tonë ashtu siç duhet. Por ata që nuk do ja dalin dot, nuk do ja dalin dot. Do të thënë, nuk është për të gjithë, por është për ata të cilët do dinë thjesht i lënë gjërat të ndodhin, të mos e kundërshtojnë fatin e tyre dhe të pranojnë atë që realisht është fati i tyre. Edhe një herë do e cilësoj dhe do e them dhe duhet të më dëgjoni, shumë kujdes shenja si Virgjëresha, peshqit, shigjetari dhe binjakët. U po bëhet nami këtu me zjarre me gjëra. Ju thash në një video të mëparshme, ju kujtohet para 2 javësh më duket, ju thash fola pak për këtë eklips dielli dhe ju thash që tipari i kryesor janë zjarret, ja ku kemi erën e fortë edhe uji sigurisht sepse jemi në thash mbi vendosje planetare në shenjën e peshqve. Mbi zotërojnë edhe njerë po e them mashtrimi, gënjeshtra, keq orientimi, kujdes kushdo del dhe ju thot, nuk e di se çfarë ju thot, nuk jam fare dakord me çfarë po dëgjoj kohët e fundit, nuk dua të pozicionohem sepse fundja secili ka emrin e vet dhe ka statusin e vet, kush jam unë, krahasuar me të tjerë, me thënë të drejtën, por do ju jepja vetëm një këshill. Mundoni të dëgjoni instiktin tuaj, mundoni të krahasoni ato çka dëgjoni me ato çka realisht ju ndodhin. Astrologjia nuk është gjë tjetër vetë se orientim, por jo në mënyrën se si po bëhet. Orientim do të thotë, mundoni të futeni në përfaqe të caktuara ku keni mundësinë të shikoni hartën tuaj, ku janë të pozicionuara planetet, në cilat banesa, në sa grad. Dhe me që po flasim për grad, ja po t'ju them, nëse ju hyni në aplikacionet të caktuara dhe shikoni se në banesat të caktuara keni vendodhje planetare në shenjat që përmenda më sipër, peshq, Virgjëresh, shigjetar dhe binjak, nga 23 deri në 26 grad, atëre dihet se jeni të ndikuar nga këto lëvizjet e fundit të këtij muaji dhe të cilat do zgjasin dhe për muajt në vazhdim, mos themi që shtrihen pothuajse në të gjithë pranverën, por do i shohim më tutje akoma nga nëntori e deri në fund të këtij viti. Për sa i përket pastaj këtij eklipsi, se vetë ju nuk sjell ndonjë kush e di se çfarë, përveç se ja, këto gjëra që po shohim me motin e me planetin në vija të përgjithshme, po që prap ne i shkaktojmë si individ, atëherë le të themi se ndikojnë më tepër shenja si Dashi, Gaforia, Briciapi dhe Peshorja, të lindurit në fund të dhjetëdiçit të parë, në fillim të dhjetëdiçit të dytë. Jo për keq ama detyrimisht, okay? Dhe shenja për shembull si Virgjëresha përsëri, binjakët, peshqit, shigjetari, të cilët kanë lindur nga data, çfarë të themi tani? Në fillim, le të themi ti pozicionojmë afër 11-12 gradëve të këtyre shenjave, nga 8 deri në 12 gradë të këtyre shenjave, mund të përfitojnë goxha brenda kësaj jave, gjithashtu Demi, Akrepi, Ujori dhe Luani, të cilët i përkasin dhjetëdiçit të fundit të shenjës së tyre. Pse? Sepse duket se Urani ju sjell ca surpriza të lezetshme, të këndshme. Kështu që jo nuk është keq me se s'bën për të gjithë, por këto shenja që përmenda do kenë kujdes jo nga eklipsi më tepër se sa nga mbi vendosja planetare në shenjën e peshqeve, që sigurisht gjërat i bën çik lëmsh, do thosha çik si shumë. Me shumë kujdes juve, përsa i përket marrëdhënieve tuaja në çift Virgjëresha, përsa i përket dhe armiqve në përgjithësi dhe çështjeve ligjore gjithashtu, përsa i përket shenjës binjakëve me çështje karriere, martese, statusi, autoritetesh, përsa i përket shgjetarit me banesën, me çështje trashëgimie, me çështje familjare të kaluarën, traumat e fëmirisë e gjëra të tilla, dhe përsa i përket shenjës së peshqve me ëndra, objektiva, mënyrën se si të tjerë t'u shohin, imazhin tuaj, pse jo, me punën e gjëra të tilla jetike, domethënë të rëndësishme, që thjesht përcaktojnë të ardhmen tuaj. Nuk e di se çfarë tjetër harrova të thosha, po këto mbivendodhje, si të thuash, planetare në shenjën e peshqve takojnë edhe Kironin momentalisht, kështu që
kemi dhe mundësi të heqim qafe trauma, vështirësitë së kaluarës, me thënë të drejtën. Por që punoni me kujdes, matini mirë hapat tuaja dhe mos nxitoni, ju lutem.